wabtagu ilayhi alwasila. Tha përpiquni që t'i afroheni atij me vepra të mira. Pra vëllezër dashur, Allahu subhanahu wa taala në këtë tokë na ka krijuar, na ka jaratis për ta adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Apo thon për ta njësu Allahun me adhurim. Për ta njësu Allahun azza wa jall me veprat tona, me punët tona. Me t'ia kushtu Allahu subhanahu wa taala dhe mos me pas hise në veprat tona askush përveç se Allahut azza wa jall, askush tjetër. Andaj dhe Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet i urdhron besimtarët që të afrohen tek Allahu subhanahu wa taala me vepra të mira. Që kjo me automatizëm na jep të kuptojmë se te Allahu azza wa jall nuk shkohet apo nuk afrohet robi tek Allahu subhanahu wa taala përveç se me ibadete, përveç se me adhurime, përveç se me vepra të mira. Te Allahu azza wa jall shkohet me ikhlas, me sinqeritet. Te Allahu azza wa jall shkohet me namaz. Te Allahu azza wa jall shkohet me zeqat, me xherim, me largim një pengese prej rrugë. Te Allahu azza wa jall shkohet nëse ushqen një mat. Te Allahu azza wa jall afrohesh nëse jep me hongër një kafshë apo me pi një kafshë. Dhe kështu me radhë. Mirë po ne duhet me ditë një send tjetër se Allahu azza wa jall veprat, ibadetet që i krijim ne, adhurimet që i krijim ne, tek Allahu azza wa jall nuk shkojnë dhe nuk pranohen dhe nuk ngriten përderisa nuk plotësohen dy kushte. Ato dy kushte janë vëllezër të dashur, ikhlasi, të jep vepra e sinqert për Allahun subhanahu wa taala. Nëse e punon, ta punosh për Allah. Nëse e ban atë vepër, atë ibadet, ta bësh për Allah, për askush tjetër. Mos ti bësh ortakllëk Allahut subhanahu wa taala në veprat e tuaja. Mos ti bësh Allahut azza wa jall, mos ti përshuj shok në veprat e tuaja. Pra çdo ibadet që e krin, ti jetë thjesht vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Edhe kjo është ikhlasi. Wa ma umiru illa li'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Fa nuk kanë urdhëruar njerëzit me asgjë tjetër, po vetëm të jenë sinqert në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo është kushti i parë, edhe kushti i dytë është që njeriu t'i krijë këto ibadete, t'i krijë këto adhurime, ashtu siç na ka mësuar Allahu në Kur'an dhe i ka praktikuar në jetën e përditshme Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pra këto dy kushte duhen me kon. Sinqeriteti edhe pasimi i Kur'anit dhe Sunetit në atë ibadet. Edhe çdo ibadet tjetër, të cilën ne e krijim, patjetër, shembull tash jemi në Ramazan, apo Ramazanin e duhet ta bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nuk duhet më bëj as për filonin, as nuk e bëjmë për dietën, as nuk e bëjmë për kët, as për shërim. Jo. Ne Ramazanin na xhirojmë se na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Se me kon për dietë, tash kem të hongër. Me kon që nësa xhirojmë çelizet e kuqe ndrohen, Allah tash kem të e prishën. Po na xhirojmë se Allahu na ka urdhëruar. Domethënë këtë vepër e bëjmë thjesht vetëm se Allahu na ka urdhëruar për hir tina dhe as nuk i përshkruajmë kur një fashok. Pasi që e krijim këta, a kemi dobi? Po kemi dobi. Shërohet trupi, qelizet e kuqe, gjakut ndrohen, edhe janë edhe 1000 dobi tjera. Mirë po ne, këto këti lojmonësh, ne e bëjmë këtë ibadet se na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe thjesht vetëm për Allahun azza wa jall. Nuk e bëjmë as për hatër të filonit, as për pse na ka urdhëruar filoni, as pse na këshillon, jo. E bëjmë se Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar me e bëjmë. Kjo e para, dhe e dyta, agjerimin e bëjmë formën të cilën na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prej të lindjes diellit deri në perëndim diellit. Domthon kjo është agjerim. Mu çu dikush më thon, "Hoxha, un kam çef sifirin me bon saatin 2. Një jetë me bon 2 saat." I thënë, "Jo vllai dashur. Sifirin e ban kur të lindë dielli. Kur është koha e lindjes diellit, çatëherë fillon sifiri." Njëri thotë, "Hoxha, e kish lexuar jetën e Kur'anit derisa të shifet peni i bardhë me penën e zi, e kish hin shtëpi, kishte shlu roletën, e kishte bot terra dhe e mirë ka penën e bardhë me xhivën edhe këshirin ngrati. Hala nuk u shif ka, 12 ditës nuk shifet peni i bardhë me zivit për roletëve. Çka I thënë atina? Se ki krim formën që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Se pejgamberi ka thonë, kur dallohet peni i bardhë për xhivit mëngjes, kur dalë mëngjesi, kur lindë dielli, edhe kur të perëndon dielli. Pra vëllezër dashur, këto dy kushte do të më pas çdo ibadet të cilën na afron tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj vëllezër dashur, për me shku te Allahu, për me afru tek Allahu azza wa jall, edhe ne me bë punë që Allahu më na desh neve, me domos do të më plotësu këto dy kushte, ama do të më punua. Edhe do të më përvel kratë.
edhe duhet me hakat, edhe duhet me prish gjumin, edhe duhet me prish taraqëllëkin, edhe duhet me abun ka të njerë konjës, epshit me thonë stop nalo, sa Allah Azza wa Jall ka thonë që kështu. Duhet me aprish vetit ka të njerë, duhet vetit tanë me thy, atë krenarin tonë si njeri që të bindë shejtoni se ti je alfa dhe omega, me thonë nalo, stop, se ti nuk je kurkush, ti je robi Allahut. Allahut ka krijuar për asgjë tjetër. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si kanë krijuar njerëzit dhe xhenet, pos me qenë rob të Allahut Azza wa Jall. Cili është objektivi jon në tokë? Cili është detyra jon në tokë? Pse na ka krijuar Allahu? Allahu na ka krijuar që ne me kon rob të Allahut Azza wa Jall. E sa më shumë krim detyra dhe obligime, aq më shumë do të afrohemi tek Allahu Azza wa Jall. Vëllezër, si që thash që kur të fillosh të bësh punë të mira dhe të afrohesh tek Allahu Azza wa Jall, Allahu ta kthen atë dashuri duke të mbrojë ti prej haramave, prej gjunoheve, mirë po në njëjtën kohë ti e ki edhe një kredit tek Allahu Azza wa Jall kur të mësh në zor. Për çka edhe Allahu Azza wa Jall ka thonë uttakhidhu wasila, mundoju përpiqu të afrohesh tek Allahu me vepra të mira. Se kur ti bësh të veprat e mira vëllezër të dashur, e ki një kredit të Allahu subhanahu wa ta'ala që momentet që ti do të kesh në zor, momentet ti që do të kesh nevoj për Allahun Azza wa Jall, e aktivizon këtë kredit, e aktivizon këtë vepër tonë, e aktivizon atë namaz të cilën e ki bo për Allah, e aktivizon atë agjerim të cilën ti e ki bo për Allah, e aktivizon atë sadakat të cilën ti e ki dhonë për Allah, e aktivizon çfarë do lloj ibadeti që ka e ban kur ta bësh për Allah, kur ki nevojë për Allahun Azza wa Jall, Allahu ka me dalë susrat, Allahu ka me të ndihmuar, Allahu ka me ta plotësuar dëshirën tonë. Argument ka plot në fenë. Por mos me zgjat, i dini ato 3 persona të cilët e morin rrugën, edhe i kop shivi i madh, i zënë shi i madh gjatë rrugës, edhe në male kodrave nuk kanë ku me hi prej shivut ma dhe shofin një shpel, edhe hi në shpel ati. Mirë po kur hi në shpel prej shivut ma, rotullohet një guri ma, edhe ja u zë vrimën, birën, atë derën, ja u zë shpelës, edhe qonë sa ba mundohen me dalë s'ka. Mirë po kështë e lonë, kështë e met vetëm pak sa me hi ajrë, mos me vdek ato, po ajrë me qarkullua. Mundohen me shti s'ka, vikasin, s'nin kurkush. Mundohen me telefonat, s'ka rjet. Mundohen me shoqni kur gjon, hiq. S'po bëm pun kur gjon. Gjithë aran tuk, orvatjet, mundjet, shtimja, telefoni, e vikatmja, e thirmja, gjithë shka zero. Çka më vetën? Me që kjo të cilit, që këtë kredit të cilën e banën ato. Qëto punë të mira të cilët i banën dhe u banën dashët e kalazhe. U që i pari i greti dorë, tha Allah, unë e që këtë punë e kam po për Allah, levize pak gurin, levizi gurin, Allahu Akbar. Guri madh, me duo, kur aktivizoj punën e mirë, shka e ka po e levizi. Cila ka ajo punë e mirë, tha Allah, i kam pas prindrit. Pleq as njerë s'kam hongër dhe s'kam pi para sa me dhonë ative e tomët. Në ditë devet kishin hikë shumë, u vanun kur shkova në kësham, i mila devet, u vanova mardë, erdha në shpim, nonën e krizon gjumi, babën e krizon gjumi, kam nejtë tha që ati, si u kam dhonë fmive me pi tomën, deri se janë qu ato. Kur janë qu, ja kam dhonë kam pi ato, pas ta i thonë, që këtë punë e kam po për ti, o Allah. Që këtë punë e kam po mu afru të këti, o Allah. Që këtë punë e kam po e pëse ti ki desht me po, o Allah. Tha unë këtë punë se kam po veç për hirë tonë. Allah i levizi kurin. I dyti tha Allah, çështë e kam desh një gruje, po nuk u po razi u martu ti kun ketër, u shlue kur erdh puna tha, ajo e kapi fukarallëki, e kapi shumë pat fukarallëk, erdh me mor mua borx, kur erdh me mor mua borx e zona angusht, shtat e kam zonë. Tha unë t'ja para më ti, di se çka do të më bëj. Unë e di ti çka do të më bëj. Pizoret u largua, mirë po zori ma prap shkoj mi li pare ki prap çashton. Tha ti dush me ditë se për me morë këto pare borç, dush me ditë se çka dush me bon. Pizor të madh shta u kri, u sos, hajde, po martona me zor me tije. Po bona një qa me zor, edhe pse nuk e tojke. Mirë po për ngushtësisë të pareve, tha, po martona. Tamam, për me hi dhondër, mas hi një dhondër, i tha, kështë kalzë, ki friga lon, tha, mos e merë një send që nuk e ki hak. Tha dhe u largova, i tha, shmeri këto parët, më kur më s'pasë.
Hik, tha Allah çka të kam bëu për hir tonë. Lëvizë gurin. Prap lëvizi gurin, po jo sa më dal. Ai treti, o Allah tha, e kam pas një punëtor. Edhe apo një madh ka punu sa 2 veta. Ka punu sa 2 veta. Mirë po ne u banën pazar një mëditje. Një të nevnic mi adhonë. Tha kur erdha akşami, unë po jap një mëditje, po më thotë, jo bë, unë kam punu sa 2 veta. Do shumë i dhon 2. Jo një, jo di, tha u fjalosëm, edhe ai punëtori tha, maj të parët edhe hik, shkoj. Tha kur erdh mas një kohë të gatë, mas një 10 vjetëve, 15 vjetëve, ki punëtori me të ngusht për parë, për me hongër, thot, lip njënit s'ka, lip tjetrit s'ka, lip ati s'ka, lip ati s'ka. Kurin të e thot, po e kam një nevnicë të filoni, shkon mja lip atina. Thot, për matë nevnicën, thot, po beqe, e shërë që këtë luginën, e shërë që këtë vendin, ku ka deve, ku ka dele, me qindra dele, me qindra deve, me qindra lopë, tha, këtë janë tuja. Ki punëtori për thot, edhe në që s'mi e parët e mija, dha, i gari të bo me mua, i të lujt me mua. Tha, jo vallaj, tujet janë, ketë, meri, ketë tujet. Thot, i mur ketë as një dele s'mala. Ano, me qindra dele, ketë tha i mur, një lugin, e musht me kafsh, ketë i mur, tha, as një dele në më thonë, edhe mere se halal që, pse? Tha, qatë më ditjen tonë, qatë parët që kam pas me të dhonë, i kam kultivu. I kam shtim biznes, edhe tu ka shtu pasuria, këtë janë tuje. E tha Allah azza xhelle e levisi. Për këta du të me bu punë të mira. Për që këse dit du të me bu punë të mira. Dhën dita që ki nevoj për Allah azza xhelle, smundje, Allah. Vështirësi, Allah. Borç, Allah. Për këtë du të me bu punë të mira. S'ka njeri njëtën e përditshme që nuk ka probleme dhe të lashë. Nuk ka brenga dhe gale. Ama kur ti kesh kredite tek Allahu subhanahu wa taala, i aktivizon. Një gruaj, është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek Beni Israil. Një gruaj plak, kishin pas marrë ushtria Beni Israil me shku me luftu një pejgamber i Beni Israilve me popullin e vet kishte dalë në luftë. Edhe kjo plak ka dalë në luftë. Në shtëpi e kishte lënë devën, e kishte lënë atë maçinën që e ndres qilima. E keni bota me kështu tik, nuk e di që të shqip. Edhe boshtin me tjerë lesh, do me thonë atë me bo pin. I kështë e lonë shpe. Edhe kështë e shku me këtë pejgamberit. Kur kthehet prej luftës, i shef ati afjona mungon boshti që tjerë, ajo maqina që e ban qëlimin, mungon edhe kafsh. O Allah tha, unë s'kam dalën me këtë pejgamber veç për hir tonë. Mi kthe, Allah ja ka kthie. Unë e di që për t'i kanë, kur e ndëgjon, thot, kjo është nausna fantastik, po gjatë në kallëzu dishka imaginata, ashtë në kallëzu dishka, jo vlajdoshtë, të provoj edhe kjo më qudita. Edhe sot njëtën tonë e të përditshme quditësh. Quditësh e si Allah zë qëllë me lutje dhe doa, edhe me punë të mira, kur ndërmjetëson njeriu tek Allah, duke bu punë të mira, Allah azza xhel i çel gjithçka. Allah azza xhel i begaton gjithçka. Allah i hap gjithçka. Edhe kjo është ajo që kërkohet për neve. Për këtë edhe Allah subhanahu wa taala tha, përpiquni, keni frikë Allahut, përpiquni të afroheni tek Allahu azza xhel me vepra të mira. Se kur të afroheni tek Allahu azza xhel duke bu vepra të mira, Allah na nin zonive. E vëllëdash kur ti falis 5 namaz, paramenon se ekzekutuj subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala, subhana rabbiyal ala. Allah ndëgjon zërin tan. Allahu Ekber, Allah ndëgjon zërin tan. Allahu Semi, Allahu Zhjel është ndëgjues. Për këtë anë vëllëzosh thuhet se Yunus alayhis salam kur hinin barkën e peshkut, bark peshkut, e gëlltiti peshku, ndeti, shkoi poshtë në fund deti. Fund deti që as dritë s'ka as kur gjë terr. Në bark terr, vështirësi, dhulumat në voka dhulumat. Allah zë thot ersir për mi ersir. Fella ma fell fund. Fa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Çka tha? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Kur e tha këtë fjalë, o i lartësuar je Allah, unë isha prej zullumçorëve me laçet në qiell u aktivizuar më njerë, vetë thoshin o Allah, pranoj atë lutje. Se dishin kush është. Se dishin që është Yunus e sa. Ama dashin këtë zonë kena nije. Këtë zonë kena nije të thirrë zonin, këtë zonë kena nije të thon la ilaha illa Allah. E njofna këtë zonë, o Allah, përgjigju këtina. O Allah, përgjigju këtina. O Allah, përgjigju këtina. Këtë me laçet. Me një zonë i thëshin Allah, o Allah, përgjigju
se ne e njofna këtë zonë, se ky non stop ka bo dhikër, non stop namaz, non stop lexim të Kuranit, non stop përmendje atë Allahut subhanahu wa taala. Po e njofna këtë zonë, përgjigjo Allah. Njëtë fjali ka thonë Firauni. Njëtë fjali ka thonë Firauni, njëjtë ka thonë i lartësuar është Allahu, la ilaha illa Firauni. Njëtë fjali ka thonë, edhe ai ndeti ka thonë, edhe ai mas jashtë vendos. Edhe ai jo çast fell, jo çast bosh, nal. Njëtë fjali ka thonën, ama Allah azza se ka pranuar atina. Ju. Se e ka thonë, as me laçet e nuk i kanë thonë Allah pranoi aktina. Jo, se efte. Para i të thonë ti, ka dalë. Për këtë Allah azza wa na urdhëron këtë ajet, keni frikë Allahut, afroni, përpiquni, mundoni, të bani të mira, vepra të mira që të afroni tek Allahu, e Allahu azza wa jall kur të afrohesh, ka me të mbrojt fillimisht prej gjunoheve dhe mëkateve të cilët ti i ban, edhe e dyta, cilën e përfitimin e dytë, se ti me këto punë të mira ki kredit tek Allahu azza wa jall, të cilën për çdo rast, për çdo vështirësi tonën të cilën e ki, mundesh me aktivizue, edhe më thon o Allah për këtë hatër, o Allah, këtë punë e kam bërë për hatër tan, Allah ndihmon. Jo me një rast, ka me qindra raste në historinë e Islamit. Vëllezërdoshë, dhe ne sahabit, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo është e vërtet për besimtarët. E kanë hup udhën shkretin, prej Kufe, të shkuën prej Kufës, duke shkuar në Medinë hupin udhën. S'u gjej hiç. Hiç s'mund me gjej, vëllezërdoshë. Absolutikisht hiç. Kur qish me gjetën. Edhe shohin një luan. Ja pret në udhën një luan. Tutën. Shkon shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabiu i ndesh me thotë, unë jam shoku i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ki frikë Allahun, aktivizon punën e vet. I ka thënë që unë kam sakrifiku shoqëri me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kam bërë punë të mira, kam hakat, e kam ndihmu Islamin, e kam ndihmu fen Allahut azza wa jall. Jam mundu që këtë din me ecë përpara, shoku i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe zoshë, lene që Leoni s'u ka po kur gjon. Leoni ja u ka tregu rrugën, i ka qitë në rrugë dhe ka hecë. I ka qitë në rrugë edhe i ka hecë. E dinin luftën një betejë, prej betejëve, Khalid ibn Walidi, do më thonë, lumi për para, unë e di që e për dikan edhe nuk e beson vllai dashur, unë jam i vendishëm, lumi e për para, vëllezër e dashur, është bo një betejë nur, i thënë marrë e këtë të gjisër, i thënë luftat që ka ndodhë, do më thonë, naturën, dalin muslimant, Persian të anena, i thënë hajde ne të kënena. Persian të thënë muslimanve, hajde ne kënena. Edhe dalin ato nur. Momentin që hinë nur, ato i sulmojnë, i thënë besë musliman. Edhe bëhet një farë problemi, një farë hutije në shtrit muslimane dhe fillojnë me hupë. Çfarë banë? Muslimant, mu thënë ebni Harithe, edhe kakat ebnu Murra el-Amiri. Shka banë? Temimi. Çfarë banë? Allah ju hipin kajve dhe thënë, bismillah, hesni në lumë. A më sharënja, o mbështet një Allah, s.a. Mbështetu në Allah në azëvëgjel. Mbështetu në Allah në azëvëgjel. Allah i thënë, kanë hec, e kanë ka përci lumin, duke hec, këmpësor, duke hec, për më ujë, Allah azëvëgjel, e ja ka mësu. Nuk ka fështirë për Allah në azëvëgjel. Për këtë fillim dersit e thash një fjallë. Fillim dersit e thash, mu për qiket, kus tash jam unë duke folë. Thash, atë se njef Allahun, atë shtohet dashuria për Allahun azza wa jall. A nëse e dinte që Allahu mundet me bëj gjithçka, fe idha arada amran, nëse don diçka kun fe yekun, për ti nuk është e çuditshme me ec me kuaj për mi ujë. As nuk është e çuditshme për me ec me kom për mi ujë. Bile vëllezërdoshë, ju ka hup muslimanëve do çonta, do ranet ju kanë hup muslimanëve, edhe dëshpata ju kanë hupën, i kanë thon lumit to ti e robi Allahut. Çiti ato tek nena, ja u ka çitën. Ja u ka çitën. Unë thash, për atë cili s'ka njohuri për Allah, nuk e njeh Allahun, kjo është, shka të vol hoxha, jo, me njoft Allahun azza wa jall, që Allah azza wa jall, gjithë kjo univers është dorë të Allahut. Ma min waraqatin illa ya'lamuha. Gjethet, shka bin tokë i din sa gjethe bin, sa gjethe janë dek, sa gjethe janë fa, sa gjethe janë të njoma. Allah azza wa jall i din numrin e gurve ndet sa janë. Allah azza wa jall i din numrin e shtazëve, kafshëve, gjithçka. E kur ti dish këto, edhe këtë janë nën urdhrin e Allahut, nën sistemin e Allahut, nuk është vështirë për neve. Domethënë, ne nëse besojna këta, ne besojna se Allah azza wa jall mundet gjithçka me bëu. Për neve besimtarëve, për neve muslimanëve. Për këtë fillim desin e thash,
Atë se e njeh Allahun, atë shtohet dashuria për Allahun azza wa jall. E kur ta dish se e ki një Zot që kësaj Zoti, i cili edhe sendet e pamundërta i baj ka të mundshme, edhe sendet që natyrë janë kundër njeriu, i baj ka shërbim të njeriu, për një njeri besimtar që i ka frikë Allahut azza wa jall, atëherë ja vlen që ne me punu punë të mira që të bomi së më dashur për ata, së më shumë në atë ishtë Allah, aq më tepër mu mundu me akat, duke u afru me veprat mira që Allah të na doje, e kur të na doje Allah azza wa jall, ne i pas me dirçel, e pas me autoban me 6 lenta, kur dëshmi o Allah na ep kët Allah na ep. Për këtë vëzdoshë Meriemi a.s. Kur'an e librin Allah, Meriemi shkon mu falen e gjen ushimin atë. Meriemi nona Isait a.s. Shkon aty e shef ushimin e dimrit e ka pa verës. Midis dimrit ka hongër rush. Rush ka hongër. Midis dimrit ka hongër për shembull çerçia. Që në atë kohë akun mucizet akun. Ushimin e dimrit e ka hongër verës, ushimin e verës e ka hongër dimrit. Zekaria a.s. pejgamberi i Allahut kur i shef këto, thot ana laki hadha, pika o Maryam, pika ki ushqim ti ato dorë. Pejgamberi i Allahut ka haron njeriu, ka nevojë për iman, ka nevojë për dersë, më u rikujtu njerëzve, për kujtim. Pejgamberi i Allahut Zekaria ka haru që Allah azza wa jall do më thon muj ka më bon. Fa ana laki hadha, ku nuk më ndilla, pi Allah tash do Zekaria, pi ti bile, ti pejgamberi i Allahut, ti na ke mësu Islamin, ti na ke mësu fe, ti na ke mësu Allahun, ti janë a dishon që Allah azza wa jall mund të më prua. Fa hunalika da'az, fa kur ja tha Meriemi që çto fjalë, kur ja tha Meriemi që këto vin që çkushim vin prej Allahut, tha çati e luti Allahun, çati ngreti dorë të Allahut. Çka ka pas Zekaria, s'ka pas fëmijë. S'ka pas fëmijë Zekaria alayhis salam, 80 vjet Allah i ka dhënë fëmijë. Amo kish haru me lut Allahun azza wa jall. Kish haruë e kish mluaj pluni atë gocën, e ka mluaj ai hini. E kur e ka pa që Allah se qëllë mujtë ka ushimin e verës, me pru dimrit, edhe dimrit me pru verës, te Meriemi, pa leviz Meriemi, pa kuni farmundi, qatë i pri qelit, me zrip tokë, edhe me hongër Meriemi, tha, po mujtë ka Allah se qëllë, tha, hunali këtë da Zekaria, tha, që qatë e ringreti dorë, tha, Allah me e këtë, Allah, tha, inna nuk beshiru këtë pigulam, tha, o Zekaria, ne për ta bajnë mishde për hajrë të kofë një evlatë. Dhe ne vlezdoshë kur ta njofnë Allahun, kur ti dina imret Allahut, kur ta dojnë Allahun dhe kur të punojnë punë të mira me të cilët ne do të afrohna tek Allahu që derisa Allah na doje, atëherë vllai dashur ki borx. O Allah la ma borxhin, por nuk është vërtet për Allahun azza wa jall. Allah azza wa jall qiellit i ka thonë zrip altan për Sulejmanin alayhis salam. Altani ka zripën. Qiellit i ka zrip altan, ka thonë qiell shloi Sulejmanit altan. Altan ka robi qiellit. Jo shi altan. Altan, derisa Sulejmani alayhis salam ças shumë i kam lidhën, ças edhe ka ikë edhe bori ka pak aty, ka rënë bori apo në gërbushka, edhe ka hinë edhe aty timore. Edhe Allah sa jeri thotë, "O, a pak të kam dhon çi të bën çu kështu." Tha Allah, angihet njëri me të mirat e tuaja. Njëri zgjiret kur janë me të mirat e Allahut azza. Për këtë vëllazër, Allah azza për na urdhëron për çka sebeb. Keni frikë Allahut, punoni punë të mira. Më mundoni të përpiqeni që me punë të mira të afroni tek Allah. E kur të na doje Allah azza xhela tele, atëherë e kemi fituar të mirën e kësaj dunjës edhe të mirën e ahiretit. Mas pari e kemi fituar këtë dunjë, pastaj e kemi fituar edhe xhenetin.